prej gabimeve që ndodhin në raport me Ramazan është mos meditimin në qëllimin e Ramazanit. Pra nuk është qëllimi i Ramazanit që njerëzit rrinë pa hëngër dhe pa pi, thjesht. Të rish pa ngrënë, të rish pa pirë dhe të rish pa kontaktuar me bashkëshorten nga agimi deri në perëndim është mekanizmi i Ramazanit. Por qëllimi i Ramazanit është diku tjetër shumë më larg, që të jeni më afër Zotit, që të jeni më të devotshëm, që të jeni më të përkushtuar, që të jeni më korrekt në jetë, që të përmirësoheni në edukat dhe në sjellje. Për këtë arsye tha pejgamberi ose në hadithin e njohur, hadithin e saktë, sa njerëz agjërojnë, po s'marrin nga agjërimi vetëm se etjen dhe urinë. Sa njerëz falen, po nuk marrin nga falja vetëm se lodhin edhe kputjen dhe pagjumsinë. Që do më thonë, nuk është ky thjesht synimi apo qëllimi i Ramazanit, synimi dhe qëllimi i Ramazanit është ta pastrojë njeriu, ta vlerësojë njeriu, ta ngrejë njeriu,